Të nderuar miq të dashur, vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 6 gusht. Data 6 gusht është një ditë e veçantë për kalendarin ton liturgjik dhe një kremte zotërore, sepse ne kremtojmë metamorfozën e Zotit, ose siç e përkthejmë në shqip përfiturimin. Pra transformimin e Krishtit në malin tabor, ku fytyra e tij u bë si dielli dhe rrobat e tij më të bardha se rroba, dhe ai u shfaq i transformuar, i shpërfituar për treguar një rrezet të natyrës së tij hyjnore përpara nxënësve. Po ashtu erdhi dhe zëri i Atit, ky është biri i dashur në cilën jam kënaqur, dhe Shpiriti i Shenjtë është si një re e ndritshme. Dhe u shfaq misteri i Trinisë së Shenjtë, Ati, Biri dhe Shpiriti i Shenjtë. Dhe u bë dëshmi nga qielli nëpërmjet profetit Mojsiut dhe profetit Ilia. Këto i pan tre nga nxënësit më të zgjedhur të rrethit të apostujve, Apostull Petro, Jakobi dhe Joani. Dhe Apostull Petro tani shkruan të krishterëve këtë përvojë, këtë dëshmi. Por le ta lexojmë këtë letër të Apostull Petros, siç edhe Kisha Ortodokse na ofron në këtë ditë, pra nga letra e dytë, kapitulli 1, vargu 10 deri në vargun 19. Prandaj o vëllezër, përpiquni gjithnjë më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë. Sepse është kështu begatisht do t'ju hapet hyrja në mbretërinë e amëshuar të Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Prandaj, nuk do të lë pasdore t'ju kujtoj vazhdimisht këto gjëra, ndose ju i dini dhe jeni të patundur në këtë të vërtetë. Por unë mendoj se është e drejtë përderisa jam në këtë tent t'ju mbaj zgjuar duke u asjell këto gjëra ndërmend, duke ditur se së shpejti më duhet ta lë këtë tendën time sikurse ma tregoi Zoti ynë Jezu Krisht. Por do të kujdesem që edhe pas largimit tim ju të mund t'i kujtoni gjithë këto gjëra, sepse nuk ju bëm të njohur fuqinë dhe ardhin e Zotit tonë Jezu Krisht duke shkuar pas parrallave të sajuara me mjeshtri, por sepse jeni dëshmitar okular e madhështisë së tij, sepse ai e mori nder dhe lavdi nga Perëndia atë kur erdhi ky zë nga lavdia e madhërishme. Ky është biri im i dashur, në cilën jam kënaqur. Dhe ne dëgjuam këtë zë që vinte nga qielli kur qëm bashkë me të në malin shenjtë. Ne kemi edhe me të vërtetuar fjalën profetike, të cilën bëni mirë t'i kushtoni kujdes, si një kandil që ndriçon në një vend të errët, deri ta zbardhë drita dhe ylli i dritës të lindë në zemrat tuaja. Pra këto janë fjalët e Apostullit Petros që i dërgon tek krishterët, dhe janë etrit e kishën Jan Gojarti, Shënqëri Aleksandris, i cili ka komentuar këto fjalë të Apostullit Petros. Por vazhdojmë t'i lexojmë varg për varg dhe të komentojmë duke bazuar tek etrit. Prandaj vëllezër, përpiquni gjithnjë më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjet tuaj, sepse duke bërë këto gjëra nuk do të pengoheni kurrë. Apostulli Petro nuk thotë se njeriu e fiton zgjedhjen me forcat e veta, sepse zgjedhja është nga Perëndia. Perëndia është iniciatori i shpëtimit ton, por ne duhet bashkëpunojmë me hirin e Perëndisë, që quhet në gjuhën teologjike sinergji. Perëndia jep dhe njeriu duhet marrë. Pra, të përforcojmë thirrjen, që do thotë të dëshmojmë atë me një jetë të shenjtë. Besimi nuk mjafton vetëm si deklaratë. Ai i krishteri duhet të ketë besim, por që shfaqet në karakter, falje, porositë, dashuri dhe besnikëri. Edhe Apostulli Jakobi në letrën e tij na thotë se nuk mjafton vetëm besimi. Besimi pa vepra është i vdekur. Shikoni çfarë thot përsëri. Po dikush do të thotë ti ke besim, unë kam vepra. Më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë për veprave të mia do t'rregoj besimin tim. Pra, besimi tregohet nëpërmjet veprave dhe kjo do të thotë sinergji me hirin e Perëndisë. Por vazhdojmë dhe lexojmë në vargun 11, sepse kështu begatisht do t'ju hapet hyrja në mbretërinë e amëshuar të Zotit dhe shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Sipas e atërve, mbretëria e Perëndisë nuk është diçka që është në qiejt ose përtej qiejve, përtej universit, ajo është në zemrat e besimtarëve. E tha Zoti që mos e kërkoni mbretërinë aty ose këtu, pra në një vend fizik, por është në zemrat tuaja. Pse është në zemrat tona mbretëria e Perëndisë? Është sepse kemi marrë Shpirtin e Shenjtë. Dhe kur Shpirti i Shenjtë është mbretëria e Perëndisë. Dhe prandaj dhe ne të krishterët e përjetojmë mbretërinë e Perëndisë në zemrat tona. Dhe kur jemi në mistere kishtare. Në misteret e kishës ne jemi pjesë e mbretërisë Perëndisë, sepse nëpërmjet tyre transmetohet Shpirti i Shenjtë. Kështu që çdo zgjidhje për Krishtin është një hap drejt mbretërisë Perëndisë.
Mbretëria e Perëndisë është hapur për gjithë njerëzit, të bëri të mundur Krishti me anë të veprës së tij shpëtimtare, kryqëzimin, varrimin dhe ngjalljen e tij të lavdëruar. Por kjo mbretëri e Perëndisë nuk është diçka që çdo kush e merr në mënyrë kështu të pavetdijshme, por çdo kush është i vetëdijshëm për të marrë mbretërinë e Perëndisë, sepse e zgjell atë. Pra pranon mbretërinë e Perëndisë, që do të thotë pranon mbretin, pranon Krishtin dhe bëhet kështu automatikisht nëpërmjet misterëve të kishës pjesë e mbretërisë së Perëndisë. Por vazhdojmë të lexojmë vargjet 12 dhe 13. Prandaj nuk do të lë pastorit t'ju kujtoj vazhdimisht këto gjëra, ndosë ju i dini dhe jeni të patundur në këtë të vërtetë. Por unë po e them se është e drejtë përderisa jam në këtë tent t'ju mbaj zgjuar duke u asjet këto gjëra ndërmend. Si të kuptojmë këto vargje? Nuk do të lë pastorit t'ju kujtoj. Shënja Angojardhi thotë se përsëritja është pjesë e mësimit shpirtëror. Edhe të krishterët e pjekur kanë nevojë të dëgjojnë vazhdimisht të vërtetën. Kjo është dhe sfida që ka kisha, që përsëri dhe përsëri e thotë të vërtetën në gjithë vitin liturgjikal dhe përsërit në një vit tjetër. Na duket sikur dëgjojmë të njëjtat gjëra, por përjetimi nuk është i njëjtë. Prandaj, edhe nëse kemi lexuar shumë herë Biblën, kemi nevojë ta dëgjojmë përsëri, sepse zemra haron, po ashtu dhe inteligjenca jonë. Dikush që kishte lexuar Biblën 99 herë, tha sikur lexova për herë të parë. Prandaj, asnjëherë nuk do ta shikojmë Biblën si një libër historik ose një libër aventure, por fjala e Zotit, që duhet lexuar përsëri dhe përsëri, sepse përjetimi ynë është i ndryshëm nga hera në herë, nga viti në vit. Vazhdojmë dhe po ashtu, siç na thuhet në vargun 14, duke ditur se së shpejti më duhet ta lë këtë tendën time sikurse ma tregoi Zoti ynë Isu Krisht. Si të kuptojmë këtë fjalë të apostullit Petros? Për çfarë po fliset? Ai nuk po fliset thjesht për tenda, se apostulli Petro nuk e kishte zanatin e tij bërin e tendës, si e kishte apostulli Pavli. Apostulli Petro ishte një peshkatar, por apostulli Petro e shikon tendën si një thënie simbolike, që është trupi i tij. Pra ashtu si njeriu ri brenda një tende, ashtu dhe shpirti ri brenda trupit. Mund ta shikojmë edhe në forma ndryshme, mund ta shikojmë si një shofer brenda një makine, ose si një njeri brenda një shtëpie. Por apostulli e shikon si një tendë e cila është e përkohshme, tenda është shumë e përkohshme, dhe trupi ynë është i përkohshëm. Pra ka një kohë të përkohshëm, dhe po ta masim me përjetësinë është një sekond, nuk them. Dhe diçka tjetër, apostulli Petro nuk i shikon më vdekjen me frikë, por si kalim tek Zoti. Pse? Ai vetë Zoti ja mësoi këtë përvojë kur foli për Lazarin, që Lazari po fles, sepse Krishti shkoi për ta ngjallur Lazarin dhe apostulli Petro e pa ngjalljen e Lazarit, që kishte 4 ditë i vdekur, por pa dhe ngjalljen e Krishtit. Dhe kështu që ai tashmë nuk kishte më frikë nga vdekja, por e shikonte vdekjen si një kalim, si një gjumë. Pra, e kemi thënë dhe tjetër, por dhe përsërisim. Çfarë është vdekja? Vdekja është një gjumë. Ne çdo ditë vdesim, sa herë që bien për të fjetur dhe mbulohemi me rroba, është sikur varrosen mbulohemi me qefin. Dhe çfarë është ngjallja? Ashtu sikur dikush na zgjon, ose një si them një alarm ose diçka tjetër, kështu është edhe ngjallja. Pra, zgjohemi, ngrihemi nga gjumi, nga eshtrira. Prandaj kështu duhet ta shikojmë vdekjen si një gjumë, dhe kjo është arsyeja që ne të krishterët themi fjeti në Zotin, ose varrezave gjithmonë i themi fjetorës, i qimitir. Ne duhet jetojmë duke kujtuar se jeta toksore është e përkohshme, dhe trupi ynë është si një lloj tende e përkohshme, dhe se shpresa jonë është në ringjallje. Ne nuk do jetojmë përjetësisht me këtë trup që kemi marrë, kjo është një trup biologjik, por ne do jetojmë me trupin që do marrim mbas ngjalljes së vdekurit, që është një trup material, por i frymëzuar nga shpirti, një trup që do të rezultojë përjetësisht. Për këtë trup neve duhet të shpresojmë, dhe kjo do merret me ardhmën e dytë të Krishtit, me ngjalljen e të vdekur. Ky trup që kemi tani është trup biologjik që na duhet për kohën dhe hapësirën për të bërë vepra të mira bashkë me shpirtin, por është i përkohshëm. Prandaj dhe kujdesi ndaj trupit duhet të jetë me mas, jo si diçka që është e përjetshme. E rëndësishme është shpirti. Shpirti i jep trupit, dhe trupi nuk ka asnjë vlerë pa shpirtin. Por flasim dhe për vargun 15, por do të kujdesem që edhe pas largimit tim ju të mund t'i kujtoni gjithë këto gjëra. Si t'i kuptojmë? E para, apostulli Petro flet për largimin e tij, se flet për largimin nga kjo jetë me vdekjen e tij martirike, që siç dim ndodhi në kodrën e Vatikanit dhe u kryqëzua me kokë poshtë.
Por apostulli tregon kujdesin baritor, sepse vetë Krishti i kishte thënë ruaj qingjat e mi, kujdesu për delet e mia, dhe këtu jo se i dha një shërbim bariu, por bariu shpirtëror për qingjat dhe delet që janë besimtarët. Apostull Petro dëshiron që kisha të mbetet e fortë dhe pas vdekjes së tij. Prandaj ai shkruan këto gjëra që ato të mbeten. Shumë e tërheqojnë këtë si rëndësinë e traditës apostolike. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, apostujt la një traditë, dhe këtë traditë e trashëgoi kisha. Kjo quhet tradita apostolike. Pa këtë traditë apostolike, ne nuk mund t'i kuptojmë dhe fjalët e Shkrimit të Shenjtë. Pra, jo çdo gjë që ne lexojmë në Shkrimin e Shenjtë, në Dhjetën e Vjetër dhe në Dhjetën e Re është e mjaftueshme. Duhet dhe tradita, pra edhe fjalët që apostujt i folën dhe u regjistruan në memorien besimtare dhe pastaj kisha i mbajti ato. Por këto vazhduan dhe brez pas brezi. Kjo quhet tradita apostolike. Dhe tradita apostolike është shumë e rëndësishme, sepse vetë kisha është apostolike. Besimi duhet të transmetohet brezave tashëm, nga një brez në brezin tjetër. Por jo të themi gjëra të reja, por gjëra të trashëguara, siç i tha Zoti, apostujt dhe interpretuan etrit. Dhe flasim për vargun 16, sepse nuk ju bëm të njohur fuqinë dhe ardhen e Zotit tonë Jezu Krisht duke shkuar pas parrallave të sajora me mjeshtëri, por sepse jemi dëshmitar okular të madhështisë së tij. Në këtë varg, apostull Petro kërkon ta përforcojë fjalën e tij, se ai nuk po fliste thjesht si filozofët, thjesht hamendësi të mendjes tij, por ai po flisë ngjarje të vërteta, të para, të përjetuara. Apostujt nuk shpikën histori. Ata ishin dëshmitar okular të lavdisë së Krishtit, si Zot dhe njeri. Dhe kjo është arsyeja pse besimi krishterë mbështetet në ngjarje historike dhe jo në mite. Po shikojmë, fetë të tjera kanë shumë mite brenda vetes tyre, kurse krishterimi nuk ka mite, ka histori dhe ka përjetim. Në një botë plot mesazhe të cilat janë thjesht edhe mite, ose një botë që të vërtetën e deformon, besimi ynë mbështetet në dëshminë apostolike. Shumë e rëndësishme kjo. Prandaj, edhe herë, në një botë plot desinformim, besimi ynë mbështetet në dëshminë apostolike. Është shumë e rëndësishme kjo, sepse ne nuk mbështetemi në prradhe dhe mitet sajura nga njerëzit, por në dëshminë apostolike të dëshmimtarëve okular të lavdisë së Krishtit, si Zot dhe njeri. Dhe vargjet 17 dhe 18 na i tregojnë këtë gjë. Sepse ai mori nder dhe lavdi nga Perëndia atë kur i erdhi ky zë nga lavdia madhërishme. Ky është birimi i dashur në cilin jam kënaqur. Dhe ne dëgjuam këtë zë që vinte nga qielli, kur qëm bashkë me të në malin e shenjtë. Tashmë apostull Petro, siç thon dhe etrit, na flet për një ngjarje. Ngjarjen të cilën neve e përjetojmë në të kremten e 6 të gushit në metamorfozën e Zotit. Pra, na flet për shpërfytyrimin e Krishtit në malin Tabor. Dhe aty ishte apostull Petro, apostull Jakobi dhe apostull Johani. Të tre këta ishin dëshmimtarë. Dhe ata dëgjuan atin që foli, ky është biri i dashur që jam kënaqur. Biri u shfaq me lavdi, pra fytyra e tij ishte më fortë se dielli, një dritë verbuse dhe rrobat më të bardha se bora, ose nuk ishte një zbardhues që mund t'i zbardhte, sepse të pamundur gjeni një fjalë për ta shprehur atë, dhe fryma e shenjtë dëshmohet në praninë hyjnore me një re të ndritshme. Pra, këtë kishte parë apostull Petro bashkë me Jakobin dhe Johanin, dhe këtë ai e dëshmonte. Prandaj apostull Petro nuk kishte dyshim për lavdinë e Krishtit. Ai kishte parë këtë, por dhe për ardhen e dytë të Krishtit me lavdi, sepse kishte parë pra shpërfytyrimin e Krishtit, lavdinë hyjnore të Krishtit. Shpërfytyrimi ishte një parapamje e lavdisë së ringjalljes, kur Krishti do shfaqej ringjallur dhe kur do të vinte përsëri me lavdi. Prandaj, edhe kur kalim sprova, Krishti është Zoti i lavdisë. Kryqi nuk është fundi i besimit ton, ashtu si dhe për Krishtin që u duk në kryq sikur ishte një njeri që dështoi, përkundrazi.
Përkundrazi, kryqi ishte hapja i një rruge të lavdishme, sepse mbas kryqit, vdekjes dhe varrosis erdhi ringjallja, ku Krishti u shfaq me lavdi dhe mbas ringjalljes dhe ngjitjes në qiell kemi ardhjen e dytë të Krishtit me lavdi që do të jetë prania e tij 7 herë më e fortë se dielli. Numri 7 është një numër simbolik ku dielli do të errësohet sepse aq shumë do ndriçojë fytyra e lavdisë së Krishtit. Këtë e pa apostull Petro në malin Tabor. Dhe këtë ai dëshmoi tek besimtarët, prandaj këtu nuk kemi më pralla dhe mite të sajore, por kemi realitete të para që kanë dhe kuptim eskatologjik. Dhe jemi në vargun 19, ne kemi edhe me të vërtetuar fjalën profetike, të cilën bën mirë ti kushtoni kujdes si një kandil që ndriçoni një vend të errët derisa të zbardh dita dhe ylli i dritës të lind në zemrat tuaja. Në këtë varg, siç thon edhe Etrit, profecitë e dhjetës së vjetër janë si një llamp në errësirë. Pra, profetët e dhjetës së vjetër pan hijet të lavdisë së Perëndisë të Krishtit, të fjalës, dhe e than aq sa ata pan dhe shkruan. Por Krishti u shfaq i lavdishëm përpara apostujve dhe është si ylli i mëngjesit që ndriçon zemrat e besimtarëve. Etri thon se llampa është shkrimi. Pra, ne lexojmë shkrimin dhe ndriçohemi. Errësira është kjo botë. Kjo botë është një botë e errët, jo thjesht nga errësira fizike, por errësira mendore dhe errësira e mëkatit. Agimi është ardhja e Krishtit. Ardhja e parë e Krishtit që erdhi si një agim që na tregon ardhjen e ditës. Dhe ylli që lind në zemrat është ndriçimi i frymës së shenjtë që na ndriçon që në këtë jetë. Dhe neve, duke parë këto, duke dëgjuar këto gjëra, duke i besuar, duke mbajtur në zemër, ne presim ardhjen e lavdishme të Krishtit, që do jetë si dielli që do ndriçojë gjithçka dhe askush nuk do t'i fshihet. Prandaj në ardhjen e dytë të Krishtit gjithë do ta shikojnë Krishtin. Dhe do jetë ardhja e tij e lavdishme me lavdinë e Atit bashkë me angjëjt e shenjtëruar. Prandaj Bibla nuk është vetëm një informacion fetar, por kur lexohet me besim ai ndryshon zemrën, sepse ndriçon zemrën. Nga leximi me mend, atëherë ne ndriçohemi dhe kjo pastaj kalon edhe në zemër. Dhe kështu zemra ndriçohet dhe besimtarët përjetojnë gjëra që njerëzit e botës nuk i përjetojnë. Dhe besimtarët shikojnë me atë shqisën e gjashtë, shqisën e besimit, me ndriçimin e Shpirtit Shenjtë, shikojnë përtej kohës dhe hapësirës. Prandaj dhe besimtarët përballojnë të gjitha sfidat e kësaj jete, sepse shikojnë përtej ngjarjeve që ndodhin në këtë botë, edhe ngjarjeve tragjike, sepse shikojnë me sy të besimin ardhjen e lavdëruar të Krishtit, siç edhe pa dhe apostull Petro, Jakobi dhe Johani në malin Tabor. Prandaj, mesazhi kryesor i këtij fragmenti, siç na i thon dhe Etrit, është besimi duhet shoqërohet me një jetë të shenjtë, se pa një jetë të shenjtë është një besim i vdekur. Jeta toksore, siç tham, është e përkohshme. Apostujt ishin dëshmitar të vërtetë të Krishtit dhe jo filozof që filozofonin dhe thonin dhe sejonin mite. Shkrimet profetike na udhëheqin drejt Krishtit dhe përmbushen në Krishtin. Dhe qëllimi i jetës së krishterë është që Krishti të ndriçojë në zemrat tona në këtë jetë dhe për ta dhënë pritjen për ardhjen e dytë të tij. Etrit e kishës thonë se ky nuk është vetëm një kujtim i së kaluarës, por ky tekst është një thirrje e vazhdueshme për besimtarët e çdo kohe që jetojnë me besnikëri, të udhëhiqen vazhdimisht me fjalën e Perëndisë dhe të ecin drejt mbretërisë me shpresën se drita e Krishtit ndriçojë gjithnjë më shumë jetën e tyre derisa të shfaqet përfundimisht dielli i drejtësisë, Zoti Jezu Krisht në ardhjen e tij të dytë. Ashtu që tham dhe përsërisim, pan apostujt në malin Tabor në metamorfozën e Krishtit. Nuk na mbetet gjë tjetër veçse të urojmë njëri tjetrin për shumë vjet këtë festë zotërore, metamorfozën e Zotit dhe miru takoheshim në takimin tjetër.